Mirë, do qëndrojmë më gjërësisht të kjo temë për të diskutuar. Me mua në studio është bashkuar këshilltari i Bashkisë së Tiranës i Partisë Demokratike, Ilir Ali Mehmeti. Zote Ilir Mehmeti, faleminderit që je me mua në studio. Faleminderit për ftesën. Fillimisht, a jeni ju pjesë e këtyre firmëtarëve cilët kanë nisur këtë letër? Po. Dhe çfarë thuhet konkretisht? Unë jam drejtuesi i këshilltarëve të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak Tiranës dhe drejtuesi i grupit të këshilltarëve të zgjedhurve vendor në nivel Këshilli Bashkiak të gjithë Shqipërisë. Dhe në këtë drejtim, patjetër jam unë firmtari i kësaj shkrese, pasi është direkt e prekur Bashkia Tiranës dhe është direkt i cënuar autonomia vendore. Dhe kur cënohet autonomia vendore e kryeqytetit, patjetër çdo lloj bashkie tjetër, gjitha janë më të vogla se Tirana, gjitha në numra dhe në fonde, dhe si rrjedhoj të gjitha janë të prekshme. Kujtoj një diçka, dhe kjo është shumë qartë e vërteta e sjelljes së Edi Ramës. E vërteta e sjelljes së Edi Ramës nuk është ajo që thot do të shkojmë neve drejt Bashkimit Evropian, se nuk shkon dot drejt Bashkimit Evropian, kur pushteti qendror uzurpon pushtetin vendor. Është e shkruar në kushtetutë shumë qartë që janë pushtetet të ndara dhe të pavarura njëri nga tjetri. Tillë janë në Shqipëri, tillë është dhe në Europë e në shtetet e tjera të zhvilluara. Nuk ka asnjë precedent në asnjë vend të Europës dhe as në Shqipëri ku të jetë uzurpuar pushteti vendor nga qendrori. Po të kishte qenë kështu, po të kishte qenë një, ne nuk do kishim dy palë zgjedhje, zgjedhje parlamentare dhe zgjedhje vendore, do kishim vetëm një zgjedhje parlamentare, kryeministri zgjidhet, shkon atje, emron kryetarët e bashkisë, i quajë drejtora, administratora si doj, dhe do ishte mbyllur kjo çështje. Jo. Pushteti vendor hecën më vete. Çfarë kemi ne tash? Pushtetin tonë vendor, Erion Velia është arrestuar, është në burg, kryetari. E duam apo se duam, është zgjedhur si është zgjedhur, ka bërë ato që ka bërë, ai në shkresa qëndron kryetar i Bashkisë Tiranë. Deri ditën që Edi Rama e shkarkon. Për sa kohë nuk e shkarkon ai, dhe ka krejt drejton, këtë ja lejon ligji dhe kushtetuta, shumë qartë ligji 139 dhe 162, thotë që kryeministri mund ta shkarkojë për shkelje të rënda të ligjit dhe të kushtetutës kryetarin e bashkisë. Nuk e ka bërë. Në të kundërt, ama nuk e ka bërë. Për sa kohë nuk e ka bërë, atëherë ai vazhdon të jetë në detyrë edhe pse ndodhet atje ku ndodhet. Në të kundërt, nëse shkon mbi 3 muaj, pra pas 3 muajsh mos paraqitje të vazhdueshme në detyrën e kryetarit të bashkisë, atëherë Këshilli Bashkiak i propozon Këshillit Ministrave shkarkimin e kryetarit të bashkisë. Kujdes, sërish Këshilli Bashkiak shumicën e ka Partia Socialiste, pra nëse kjo ndodh apo jo, do të thotë shohim se çfarë vendos Partia Socialiste që komandohet nga Edi Rama. Këshilli Bashkiak komandohet nga Edi Rama, ta keni të qartë që në fillim ishte kështu, e kemi diskutuar në këtë studio dhe herë tjera, se si kryetaria e Këshillit Bashkiak, zonja Romina Kuko, është njëkohësisht zëvendës ministre e brendshme, që emëron Rama. Se si nën kryetari i Këshillit Bashkiak, zoti Julian Hodaj, është njëkohësisht zëvendës ministër i brendshëm, sërish që emëron Rama. Se si zonja Megi Fino, nën kryetarja tjetër e Partisë Socialiste e Këshillit Bashkiak, është njëkohësisht zëvendës ministre e jashtme. Tani këto të gjitha janë pikat e shkeljeve ligjore që janë raportuar në këtë letër. Neve kemi, jo, në këtë moment ka një vakum për sa i përket, po këta janë njerëz kontrolluar nga Rama, se janë njerëz të kabinetit, qeverisë, apo janë zëvendës ministra, tu të kemi shumë qartë. Pra që në fillim Këshillin Bashkiak e ka komanduar Rama. Në këtë moment ama me arrestimin e Erion Veliajt, kush është kryetari i vërtet i bashkisë aktualisht? Pra kush firmos shkresat? Kush e drejton faktikisht de facto Bashkinë e Tiranës? Ju keni parë gjë një shkresë ku delegohen kompetencat dikujt? Nuk e kemi parë këtë shkresën për zonjën Anuela Ristani, apo jo? Keni parë një shkresë tillë? Ju si media dispononi? Ne si këshilltar bashkiak kemi kërkuar në fillim kush është kryetari i bashkisë, sepse duhet i drejtohemi. Dhe në fakt po të shihni juve dhe me këtë shkresë këtu që ne protokollum edhe sot, ne vazhdojmë i drejtohemi Erion Veliajt, sepse për sa kohë nuk ka një shkresë të dytë, ai mbetet në fuqi. Zonja Ristani u emërua nga Edi Rama, ne këtë të gjithë e dim. E prezantoi ai, shkon shesh bashk e me radhë, dhe kemi një shkresë të Erion Veliajt nga që i cili delegon më pas zonjën Sara Goxhaj, apo jo. Thot shfuqizohet një urdhër i datës 14 shkurt dhe emërohet Sara Goxhaj. Por në fakt, askush nuk e ka parë këtë urdhrin e parë të marrjes së fuqisë Anuela Ristani, dhe më pas kemi parë se si zonja Anuela Ristani ka shkarkuar Sara Goxhajn dhe i ka nxjerr fare dhe i ka mbyllur dhe i ka pushuar dhe nga puna. Atë edhe do kushin. Besoj i keni qartë. Ato shkresa janë
po e shkresa kyçe, si është emëruar Anuela Ristani, e cila supozohet të jetë kryetare sot e Bashkisë Tiranës, askush nuk e ka. Këshilltarët e kanë kërkuar me shkresë zyrtare, e kanë kërkuar me email, e kanë kërkuar në mbledhje, nuk na është dhënë fjala as për procedurë, që të jemi të qartë se ku ndodhemi neve. Ndërkohë që Këshilli Bashkiak është organi përfaqësues i njerëzve në pushtetin vendor, dhe jo kryeminist, është Këshilli Bashkiak, i cili mbron interesin publik dhe garanton interesin publik me ligj, jo thjesht me fjalë. Kjo e ka detyrë, që do të thotë në momentin e parë ku u arrestua Arion Veliaj, zonja Romina Kuko, kryetare e Këshillit Bashkiak, njëkohësisht zëvendësministre e brendshme, duhet menjëherë të kishte mbledhur Këshillin Bashkiak për të çuar përpara kryeqytetin. Nuk e bëri, nuk e mblodhi as masi e kërkuam ne. Thirri një mbledhje të zakonshme në fund të shkurtit, mbledhje në të cilën nuk e kishte fare në rendin e ditës se kush është kryetari i bashkisë. Kërkuam ne të fundit të renditës që të diskutojmë kush është kryetari i bashkisë, që në fund fare duhet kaloj përmes Këshillit Bashkiak që të marrë vlerën ligjore. Nuk u tha dhe nuk u la dhe nuk u dha fjala as për procedurë nga Julian Hodaj, sepse zonja Romina Kuko mungonte. Nën kryetari që mori detyrë. Me shpërdorim të madh të detyrës së tij, ai nuk dha as fjalën për procedurë për diskutuar rendin e ditës, për diskutuar krizën e Bashkisë Tiranë që kanë futur vetë ata me duart e veta. Dhe sot e kësaj dite, neve një muaj më pas, jemi në fund të marsit, neve nuk shohim që të ketë një mbledhje nga ana e Partisë Socialiste apo ata të kërkojnë kush e drejton Bashkinë e Tiranës. Pra, A, Bashkia e Tiranës është pa kryetar bashkie sot që flasim, B, Rama e ka uzurpu komplet përmes qeverisë dhe e bën për interesat e tij vetjake, nuk e bën se do me pastru administratën apo do bëj reforma madhore. Po, hidhen firma aktualisht për punë të bëra në bashkinë? Po, zonja Ristani ka hedhur firma në projekt vendime, na kanë ardhur neve në mbledhjen e shkurtit. Dhe ndërkohë besoj hedh firma akoma. Ndërkohë shkresa që bën atë të mundur të hedh këto lloj firmash, nuk e gjen askush. Nuk e ka as kërkush këtë. Kush e ka firmosur? E ka firmosur Arion Veliaj, apo e ka firmosur Edi Rama? Apo se ekziston fare kjo shkresë? Dhe kjo shkresë është kyçe. Dhe është detyrë ligjore. Pra zonja Ristani është e deleguar vetëm me fjalë. Është detyrë ligjore. Po kush e ka parë atë? Vetëm televizore kemi parë neve, me Ramën. Kush e pa një shkresë ligjore që dikush ky person këtu ka drejt sot firmës. Gjithsesi, pse është ky dëm për qytetarët e Tiranës? Në fund fare ne s'do merremi me novelën Veliaj e Rama. Ne do merremi me qytetarët e Tiranës. Pse ky është dëm për ta? Sepse që në fillim ditës, këta e kishin mendjen vetëm ke hallet e tyre me drejtësinë. Nuk e kishin ndonjëherë mendjen ke mision dhe vizion të merreshin me qytetarët. Merrnin vetëm fondet e koncesionarit të inceneratorit, fondet e 5D-ve me radhë dhe investimet u realizuan 37% 2021-shin, nuk ishte Arion Veliaj në burg 21-shin. U realizuan 34% 22-shin. 50% 23, 24 më pak se mesatare këtyre 3 viteve. Inceneratori 100% u realizu. 5D-ja 100% u realizu. Vazhdon inceneratori të realizohet, edhe me Arion Veliaj. Tashti, ajo që na intereson është që drejtuesi emëruar, si do të jetë kjo shkresë, nuk ka kompetenca ligjore të plota. Është thjesht një administrator. Ne nuk kemi hallin thjesht që të paguen rrogat e atyre që janë bashki, paguhet drita dhe uji i godinës. Ne kemi interes të hecim përpara investimet. Nuk e bën dot kjo. Një person që është ngarkuar me detyrë, që është deleguar, nuk e bën dot këtë. Duhet një kryetar i zgjedhur. Pra, vetmja zgjidhje që të ofron kushtetuta dhe ligji janë zgjedhje politike të parakoshme për Bashkinë e Tiranës. Siç ka bërë Rama, me të drejtë, në disa situata tjera me shkelje shumë të vogla se këto të Arion Veliajt, kujtoj rastin e Bashkisë Kuksit, Bashkisë Dibrës, Bashkisë Lushnjës, Bashkisë Imarës, Bashkisë Kavajës, çfarë doni juve, ku ka ndërhyrë me shkarkim apo kërkesë dorëheqje dhe ka shpallur zgjedhje të parakoshme, që të mos t'i shkojë barr qytetarëve. Por këtë ai nuk e bën, sepse mendon vetëm për mandatën e tij dhe si do përballet ai nesër me drejtësinë. Kjo është arsye pse Rama nuk e bën. Do të kapi Bashkinë e Tiranës si armë elektorale për veten e tij, as për partinë e tij. Ju keni thënë në këtë letër që përdoret për përfitime ekonomike dhe politike. Konkretisht, për çfarë përfitimesh ekonomike bëhet fjalë? Politike ka të bëjë me zgjedhjet. Inceneratori nuk është mjaftueshëm. Inceneratori i Tiranës, kush ka parat? Dini sa para janë? 24 janë miratuar direkt 12 milion euro për 25. Inceneratori vazhdon se ekziston. Vetëm për 25, 12 dhe shtohen këto rrugës. Inceneratori se ekziston dhe kujtojmë që inceneratorët janë jo vetëm Tiranë, po dhe në Fier dhe Elbasan.
që do të thotë përgjegjësia nuk është vetëm e Bashkisë Tiranë, është e qeverisë. VKM-t nuk i nxjerr Bashkia e Tiranës. I nxjerr qeveria, i nxjerr Edi Rama, apo jo. Kujtoj që ato pikët nuk ja dha në konkurs, nuk ja dha tjetër kush, ja dha qeveria. Gjitha lejet, ato 17 VKM që dolën për një natë, nga dolën ato? Ja dha qeveria. Dakor? Kështu që ne jemi të qartë ky top shkon për lart dhe kjo është arsyeja pse e duan. Kjo është arsyeja ekonomike direkte. Besoj mirë kuptoni këtë. Ju kujtoj edhe një element tjetër. Ministri i pushtetit vendor është Arbian Mazniku. Apo jo, qeveri. Çfarë si është shprehur ai për krizën e Bashkisë Tiranë, ku ai ka qenë nën-kryetari i kësaj bashkie, nën-kryetari Erion Velia ndërkohë që ndodhshin këto zullume. Si është shprehur ai? Çfarë ka thënë? Asgjë ka heshtur. Nuk ka thënë asgjë. Pra, pushtetit vendor, asaj pjesë Ministrisë Pushtetit Vendor, asaj pjesë të qeverisë që merret me pushtetin vendor, nuk flet fare. Kryeministri, i cili nuk ka rol fare këtu me përjashtim shkarkimin e Erion Velie, kaq mund të bëj kryeministri këtu. Ky tashti merret dhe shkon në pushtetin vendor, shkon hyn bashki fizikisht vet, e mroka ky kryetarin e bashkisë, jo më jo, nuk funksionon kështu. Një shtet i cili do të përparojë, një shtet i cili do të respektojë kushtetutën apo që do të shkojë në Bashkimin Evropian, nuk bën këto sjellje. Por ai në fakt këto i ka thjesht për propagandë dhe interesi i tij është vetëm vetjak. Ju ja them edhe një herë, nuk është as për Partinë Socialiste interesi, është vetëm vetjak për të mbrojtur veten e tij me drejtësinë. Zoti Ali Mehmeti, i keni thënë të gjitha këto në letrën drejtuar Këshillit Evropian dhe çfarë karakteri ka kjo letër? Informues? Pra, vetëm e keni informuar për situatën, apo prisni edhe një reagim nga strukturat përkatëse? Ne jemi shumë të qartë aty me shprehjes pozicionit ton pro kushtetutës dhe pro ligjit, dhe pro asaj që është Karta Europiane e Pushtetit Vendor. Ne e mbështesim fort si të zgjedhur vendor të partive të djathta. Se nuk e mbështet këto Partia Socialiste, pastaj këto janë hesapet e Partisë Socialiste. Por nëse nga njëra ekrana bën propagandë do shkojmë në Bashkimin Evropian, por ato gjëra që thot Bashkimi Evropian që duhet zbatosh, nuk i zbatojmë, po bëjmë pikërisht kundërtën. Ne duhet kuptojmë që asnjëherë këta nuk i kanë pas sy drejt perëndimit. Sy drejt perëndimit ka pas Partia Demokratike. Këta i kanë pas gjithmonë sy drejt lindjes. Ju kujtojnë juve Open Balkanin për shembull. Ndërkohë që ne ishim në procesin e Berlinit, shifshim perëndim, këta na thonë Open Balkan, do shohim drejt Serbisë thonin këto. Do shohim drejt lindjes. E njëjta gjë ndodh në këtë rast. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Ne kemi mentalitet perëndimor, ato kanë mentalitet lindor. Dhe kaq është. Neve ama na intereson që të kthehet sa më shpejt Bashkia e Tiranës në funksion të njerëzve. Ajo të jetë e hapur dhe të punojë për njerëzit. Kjo nuk bëhet dot, nuk të ofron asnjë mundësi tjetër legjislacioni fuqi dhe kushtetuta me përjashtim të shkarkimit të Erion Veliajt në një formë ose një tjetër dhe zgjedhjeve të parakohshme ku një zgjedhur politikisht merr në dorë këtë drejtimin e Bashkisë Tiranës dhe bën të mundur çuarin përpara të asaj. Pastaj mira apo keq, po do ta shohim neve këtë kryetar të ri. Po e sigurt është që s'mund të qëndrojë kështu e paralizuar siç është aktualisht, unë kam thënë edhe herë tjera. Ka vite që është vdekje klinike Bashkia e Tiranës. Dhe çfarë ndodh sot ekstra? Qet dhe VKM, kryeministri, ju kujtoj një VKM e nxorri në dhjetor, mos gabojmë 18 dhjetor, VKM-ja numër 784, e cila thonte që një rreze prej 15 kilometrash nga aeroporti i Tiranës, se sot u kujtuan që ekziston aeroporti i Tiranës, nuk mund ndërtohet pa marrë një leje në KKTU, Komisioni Kombëtar i Territorit dhe i Ujit, që është në Ministrinë e Belinda Ballukut. Dhe 15 kilometra, disa janë rreze nga 11 kilometra e gjysmë është Bashkia e Tiranës nga aeroporti, në rreze ajrore. 15 kilometra ke dalë matan Tiranës. Lejet e ndërtimit, gjitha duhet i meritoj Balluku, jo Bashkia e Tiranës. Dhe del tani afër në mars dhe miraton një tjetër leje ku merr prona, cilat janë në pronësi Bashkisë Tiranë, i merr qeveria dhe thot tani këto prona ikin nga duart e Bashkisë Tiranë. Gjithë këtyre kompetencave dhe i shkojnë Ministrisë së Mbrojtjes. Ana e Qeverisë Pushtetit Vendor dhe konkretisht Bashkisë Tiranës kanë qenë dhe të mirë menduara më parë mendoni ju para se Velia i të arrestoi? Ju ja thash, VKM 784 është e dhjetorit. Është e dhjetorit, po, sepse pra gjithçka është bërë me mirë mendim që qeveria të marrë në kontroll kompetencat e Edi Rama po i prente duart dhe këmbët Erion Veliajt, e kishte me ato personalisht. E më pas i mori dhe pushtetin vendor. Po fillimisht filloi me të, duke i hequr njerëzit bashkëpunëtorët e ngushtë, besoj i dini me radhë. Masnikun ja mori e bëri ministër. Burgosit a u lan tushen për inceneratorët në dhjetor të 2023-shit.
Burgosi pastaj dolën drejtorët e tjerë, skema 5D, në mars të 24-ës, pastaj futi dhe drejtorët tjerë në ndjekje. Shkarkoi kryetarin e KLP-s, para dite dhe mbas dite filloi hetimi pasuror e Erion Velia, të janë godite për Velia në gjitha. Filloi të nxjerrë VKM për t'i hequr dhe kompetencat. Çfarë do të thotë kjo? E izolon gradualisht nga njerëzit dhe punët që mund të bëjnë. Absolutisht, e shoj. Velia nga Qelia, Rama... Mos merrni, e shoj. Erion Velia është i shuajtur. Politikisht nuk është më. Ju kam thënë këtë shumë muaj më parë, nuk e kam filluar sot. Ju kam thënë shumë muaj më parë, ka kryer punë. Edi Rama sot po mendon vetëm çfarë të bëjë për madhe, si këtë makineri e cila i është dëmtuar shumë rënd, sepse është shumë e qartë për socialistët që Edi Rama i lëshoi tradhton vetëm për veten e vet do i çojë përpara. Dhe tani ai ka vetëm këtë hall si ta mbaj këtë makineri që i është prishur në përduar në Tiranë, si ta mbaj e vetëm mënyrë që ka është të uzurpoj Bashkinë e Tiranës. Kështu e shef ai. Ama kjo është antikushtetuese, kjo na kthen mbrapa dhe nuk na çon aty ku duhet. Pse? Se një pronë e cila i është dhënë ke njësi administrative numër 1, një pronë e madhe, një pasuri e madhe e cila ishte dhënë me VKM që të bëheshin zona arsimore, objekte arsimore, apo të shërbenin për veprimtari sportive dhe social-kulturale, është dhënë me VKM në 219 të 21 marsit të vitit 2017, 8 vite përpara është dhënë Bashkisë Tiranë, 8 vite Bashkia Tiranës zbëri asgjë për njësinë administrative numër 1, mbas 8 vitesh thot do t'i marrë këto prona dhe ta shtit aty do të bëj një fabrik për montimin e armëve, për prodhimin e armëve dhe municioneve. Pra, zonat që do shërbenin për arsim, për sport, për çështje sociale, për çështje kulturore, jo, i heqim, do t'i kthejmë në uzina armësh edhe municionesh. Ka Tirana ambiente pa fund dhe terren pa fund dhe reparte ushtarake pa fund ku kjo mund bëhet. Leti lëm ato zona që janë zona për arsimin, për çerdhe, për kopshte, për shkolla, për fusha sportive. Leti lëm ato, leti ja lëm komunitetet aty, sa aty ka banor dhe i shërbejnë këto lloj shërbimesh dhe i ke pasur në plan që 8 vite përpara dhe mirë që si ke bërë 8 vite, Edi Rama me Erion Velia bashkë, po e thonë edhe tani s'do t'i bëjmë kurrë, sepse kjo është se çfarë ndodh nëse bën një fabrikë armësh aty. Pra, de facto, t'i shun jetën e një komuniteti, si ja bën të pamundur arsimimin e fëmijëve të tyre, ja bën pamundur rekreacionin e fëmijëve të tyre, ja bën të pamundur rritjen social-kulturore të tyre. Ky është vizioni i tyre. Nuk është një vizion ky europian, ky është një vizion lindor. E qartë. Zotë Ali Mehmeti, faleminderit që ishe në studio me mua, Kneci Kisha.